Tragjedi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 52 vjeçari vret 6 antar të familjes, mes tyre 2 fëmijë. Një ngjarje rënd ka tronditur qytetin Muscatin, ku një 52 vjeçar dyshohet se vrau 6 antar të familjes përpara se t'i jepte fund jetës. Sipas autoriteteve lokale, autori dyshuar, si Ryan Wills McFarland, kreu një seri të shtënësh me armëzjarri mes ditën e së hënës. Hetuesit besojnë se ngjarja lidhet me një konflikt familjar, megjithse motivet e sakta mbeten ende të paqarta. Policia u njoftua për shkak të shtënave pak pas mesnatës dhe më pas mbërritën në vend ngjarje, ku gjetën 4 persona të pajetë brenda një banese. Autori ishte larguar para mbërritjes së efektivëve, por u identifikua shpejt nga autoritetet. Pak më vonë, ai u lokalizua pranë një shëtitore e buzëllumit në qytet. Sipas policisë, gjatë komunikimit me efektivët, 52 vjeçari kreu vetvrasje. Gjatë hetimeve u zbulua se kishte edhe viktima të tjera. Autoritetet gjetën më pas edhe 2 burra të tjerë të vrarë, njëri në një banesë aty pranë dhe tjetri në një biznes lokali, të cilët dyshohet se u qelluan nga i njëjti autor. Shefi i policisë bëri të ditur se të gjitha viktimat besohet se ishin të afërm të autorit. Identitetet e tyre nuk janë bërë ende publike, ndërsa mediat lokale raportojnë se mes viktimave ndodheshin të paktën edhe 2 fëmijë. Sipas mediave amerikane, 52 vjeçari kishte pasur edhe më herët probleme me drejtësinë dhe ishte njohur nga autoritetet për çështje penale.